Kryetari i komunës së Tetovës Bilal Kasami bashkë me bartësin e listës për këshilltar Albi Qamili dhe kandidatët e tjerë për këshilltar, mbrëmjen e djeshme ka mbajtur tubim për banorët e lagjes Qarshia e Epërme dhe Shaib Kamberi. Në fjalimin e tij, Kasami tha se kjo nuk është vetëm fushat politike, por mision për ta ndryshuar Tetovën. Ai theksin e vuri tek pika turistike Kodra e Diellit, ku premtoi se të njëjtën do ta transformojë në një qendër turistike globale. E dua edhe një mandat për Tetovën, por jam shumë rehat sepse këto 4 vite kam shërbyer. Këto 4 vite kam jetuar, kam punuar dhe kam sakrifikuar për Tetovën, të cilën e dua, për të cilën jetoj dhe për të cilën jam i gatshëm të jap gjithçka. Jemi duke punuar afër me qeverinë që në Kodër të Diellit sjellim një investitor i cili Kodrën e Diellit do ta transformojë në një qendër globale të turizmit, jo vetëm dimror dhe veror. Me çka jo vetëm Tetova, po do të përfitojë gjithë Maqedonia e Veriut. Bartësi i listës për këshilltar Albi Qamili theksoi se komuna e Tetovës nuk udhëhiqet më nga interesat grupore apo individuale, por nga vetë qytetarët. Komuna nuk udhëhiqet nga interesat grupore apo individuale, sot komuna udhëhiqet nga ju, nga qytetarët, nga banorët e Tetovës. Ju e dini se para një viti ne u futëm qeveri dhe kryetari Bilal Kasami refuzoi, edhe pse ndoshta ishte një ndër figurat kyçe për ndryshimin që u bë edhe në nivel qendror, ai refuzoi çdo pozitë në nivel qendror, dash kryeparlamentar, deputet ose ministër dhe përsëri ju kthye Tetovës, vazhdoi të jetoj me Tetovën, të ndihmoj Tetovës dhe të punoj për Tetovën. Në tubimin e mbrëmshëm, fjalime mbajtën edhe kandidatët e tjerë për këshilltar.